Provimi kombëtar për 11 vjeçarët e klasave të pesta, i cili ka disa vite që zhvillohet në Shqipëri, nga prindrit dhe mësuesit quhet i panevojshëm dhe që ngarkon nxënësit emocionalisht. Mësuesi Klement Qela e konsideron provimin e klasës së 5 të paefektshëm, pasi nxënësin e vlerëson shumë mirë mësuesi i klasës. Sot e nisa këtë ditë duke shoqëruar ti me bi në provimin e Vanafit që zhvillohet me nxënësit e klasës 5 në Republikën e Shqipërisë. Një provim i cili ka 3-4 vite që eksperimentohet në Shqipëri, një provim i cili nuk bën asgjë tjetër përveç se i shton ngarkesa emocionale të mëdha fëmijëve. Në gjykimin tim, por edhe të shumë prindërve apo edhe mësuesve, ky është një provim tetë i panevojshëm, një provim i cili thjesht i sjell ngarkesë dhe nuk sjell asnjë rezultat dhe asnjë pritshmëri apo asnjë komponent që nxënësit i nevojitet për në të ardhmen. Gjykoj që jo vetëm ky provim, por edhe i provimit i lirimit është një provim i cili bëhet kot, sepse nuk ka asnjë lloj vlere dhe asnjë lloj efektshmërie. Mendoj që duhet rishikuar. Ky provim nuk duhet të bëhet më, sepse nxënësin e vlerëson shumë mirë mësuesi që e ka pasur për këto 5 vite. Nxënësin e provimit lirimit e vlerëson shumë mirë mësuesi që e ka çdo ditë aty. Dhe nuk ka pse të testohet, të jepet kjo trysni, të jepet kjo ngarkesë, kur në fund rezultati është ai që dihet, thjesht me vlerë statistikore, që nuk i vlen për asgjë asnjë fëmijë dhe asnjë nxënës në Republikën e Shqipërisë. Ky është qëndrimi im, por qëndrimi i cili është i matur nga shumë prindër, nga shumë mësues, që krijon vetëm hamulli dhe asnjë gjë tjetër. Tashmë ky është fakt, kjo është përvojë që ne, siç thash, e provojmë ne mësuesit apo dhe në rastin konkret si prindë e provojmë për disa vite. Për të gjithave unë duhet t'i uroj çdo fëmijë të klasës 5, çdo nxënësi, t'i uroj shumë suksese, dalë faqe bardhë dhe me sa më shumë arritje. Po ashtu, duke qenë në periudhë provimesh gjithandej, si mësues, por edhe si prind, duhet t'i uroj të gjithë nxënësve, qoftë të provimet lirimit, qoftë kryesisht maturantëve, paci sa më shumë suksese dhe ju realizoft çdo dëshirë. Rezultatet e Vanafit i duen Ministrisë së Arsimit për të parë nivelin e arritjes në përfundim të ciklit të fillores.